Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod të Koha për të folur. Dhe bashkë me ne sot në studio është Adela Dollo. Përshëndetje Elina, kënaqësi që jam me ty sot. Përshëndetje dhe gëzohem shumë që të kam në studio. Të jetojmë në drejtësi dhe kur bota zgjedh rrugën e lehtë. Kjo është tema që ne do diskutojmë sot. Çfarë do të thotë për ty personalisht të jetosh në drejtësi? Të ecësh sipas standardeve të Perëndis, të ecësh me një zemër të pastër, edhe kur nuk ka sy rreth rrotull që po të shohin ty, ti të zgjedhësh sërish të bësh atë që është e drejtë në sytë e Zotit dhe të kënaqesh që ti po e bën atë gjë. Si lidhet jetesa në drejtësi me besimin që ne kemi tek Zoti? Kur ne besojmë në Zot, ne besojmë që vullneti ti të bëhet në jetën tonë. Dhe kur ne dorëzojmë jetën tonë, jetën në duart e tij, normalisht jeta jote do të jetë e drejtë. Ti do të ecësh në drejtësi për atë kohë sa ti beson që Zoti të veprojë në jetën tënde dhe ti të ecësh përmes fjalës së tij, dhe ti të ecësh përmes standardeve të tij. Në fakt ka shumë njerëz sot që thon un kam bërë gjën e drejtë, un kam ecur në rrugën e drejtë dhe atë kur nuk më ka pëlqyer. Dhe po shoh një person tjetër që ka marrë rrugën e lehtë gjatë gjithë jetës vet dhe thjesht në këtë moment ai po bën më higher se sa unë, në mund të shprehem kështu. Ai po shkon më lart se sa unë, ai po ecën më shumë se sa unë. Ndërkohë që unë që kam zgjedhur rrugën e drejtë, ndihem sikur asgjë nuk po shkon sipas planit tim. Dhe kjo është një dilemë që shumë njerëz e kanë. Pse mendon se ka shumë njerëz zgjedhin rrugën e lehtë në vend të asaj që është e drejtë? Në fakt, të ecësh me Zotin nuk të siguron ty që do të kesh një jetë të lehtë. Absolutisht. Përkundrazi, ndonjëherë duket sikur e ke më të vështirë, siç e tham edhe pak më përpara, siç ti e ke, që duket sikur e ke më të vështirë kur ecën me Zotin, sesa kur ti ecën në rrugën e shkurtër. Por, ti po ecën për një qëllim më të lartë. Ti nuk po ecën vetëm për të pasur suksesin e momentit. Ti po ecën për të pas bekimet e Perëndis, jo bekimet e botës. Kështu që këta persona ose personat të cilët zgjidhin rrugën e shkurtër dhe ecin vetëm për të pas suksesin e momentit, normalisht kanë prioritet këtë gjë. Ndërsa për një të krishter, prioritet është të eci në bazë të rregullave që Zoti ka, bazë të standardeve që ai ka. Dhe kjo patjetër që don më shumë mund, patjetër që duhet të thuash jo, atëherë kur ti ndoshta do doje të thoje po me zë të lartë, por ti beson atij totalisht. Ti nuk beson syve të tu, por ti beson atë që Zoti thot dhe atë që Zoti ka për ty, planin e tij në jetën tënde. Në fakt, ja vlen për të thënë që Zoti ynë është shumë besnik. Pra ne shërbejmë Zotit shumë besnik. Dhe në fund të asaj rrugës së drejtë që ndonjëherë duket e mundimshme, ka gjithmonë bekime, ka gjithmonë fitore, ka gjithmonë nderim, Zoti të nderon, Zoti të bekon. Edhe kam vënë re që i drejti mund të mbytet por kur nuk zhytet. Kjo është një shprehje që ne e dim, mendoj. Dhe kjo shprehje të jep forcë momente të vështira që thua, unë duhet të marr një vendim që nuk është i lehtë, ama është i drejtë. Ama do doja shumë që të kisha rrugën e lehtë. Do doja shumë që të merja rrugën të mos të vuaja ndonjëherë ato emocionet e hallakatura që kemi në sa momente kur them jo dua këtë, po jo dua këtë. Dhe të tregojmë të drejtë që të themi, okay, unë do marr rrugën e drejtë. Në një botë ku ne shohim që vlerat shpesh përmbysen, si mund ta përfukuzojmë ne drejtësinë e vërtetë? Drejtësia e vërtetë është pikërisht kur zemra jonë është në paqe, kur ne mund të flejmë dhe ajo nuk është e turbulluar, ne mund të flejmë në paqen e Zotit. Ne kemi Biblën, është fiksi ajo busulla që na tregon e vërtet apo e gabuar. Unë do thoja merre gjon. Plaset tek Bibla dhe nëse Bibla e nxjerr jashtë, do të thotë që nuk është okay për të ecur në atë gjë. Nëse ti e gjen atë gjë në Bibël, dhe ajo gjen vendin e vet aty, do të thotë që të kesh këmbgulje në atë gjë dhe të ecësh sado e vështirë është, të ecësh aty sepse Zoti bekon këmbguljen e të drejtit. A ke përjetuar ndonjëherë një moment që të është dashur të bësh një zgjedhje? Të është dashur të zgjedhësh midis rrugës së drejtë dhe asaj që duket më e lehtë. Mund të na tregosh një moment nga jeta jote?
një moment. Disa momente. Në fakt, ne ecim përmes zgjedhjeve dhe ne ecim përmes vendimeve. Ka raste që gjërat janë të dukshme si njësoj si ngjyrat, në kuptimin e parë të fjalës. E bardha ngelet e bardhë e zeza, duke që është e zezë. Kështu që janë tërësisht qarta në sytë tu. Por mund të ketë situata të cilat kjo ngjyra mund të duket gri në sytë tu dhe ti nuk mund të japësh një përkufizim të qartë. E vetmërisht që mund të ndihmojë në këto momente është vetëm të shkosh përpara Zotit në lutje dhe të presësh përgjigjen që ai ka për ty. A mund të ceku ndonjë histori timen? Mendoj që po. Në fakt, një prej situatave më të sikletshme që unë kam kaluar ka qenë një vit më përpara. Ka pas të bëjë me punën time, se duke qenë se ne kemi një jetë, le të themi, pjesa më e madhe e jetës tonë është puna. Pjesa më e madhe e ditës tonë është puna. Kështu që dashur pa dashur, aty janë dhe vendimet më të mëdha që ne marrim. Në fakt, një vit më përpara, kompania në të cilën unë punoja, po pësonte një rënje në lidhje me atë profil që unë po bëja. Po një rënje drastike, e sa arriti në mbylljen e saj. Dhe vetëm zgjedhja që unë kisha ishte ose të punoja pa një rrogë bazë, pa një pagesë bazë, ose të ndryshoja profil. Në fakt, në zemrën time nuk ndjeja paqe që unë ta lija atë gjë. Por nga ana tjetër, gjendesha vërtet në shumë vështirësi ekonomike. Jo për shkak të vetes, më shumë se sa për shkak të rrethanave. Mund të them depresionit që është mbi kokën tënde për të kryer disa gjëra që ne i dimë që kur jeton në Tiranë, edhe sikur të mos jetoje fare në Tiranë, në fakt, njeriu ka shpenzime, ka gjëra, ka pra shumë është e kuptueshme. Por nga ana tjetër, vetë fakti që ti kalon nga një rrogë e lartë e moderuar kalon në 0. Kështu që nga një X shumë në 0. Kjo është too much për mendjen tënde, me thënë të drejtën. Dhe jo më nëse ti thellohesh dhe mendon këtë që ti the, apo të duhet të shlyesh një pagesë të caktuar çdo muaj për shkak se ti ke dhënë fjalën ta bësh këtë gjë. Ti ke vendosur të ecësh për krah një personi që ka nevojë për këtë gjë. Dhe ti në të vërtetë po gjendesh në kushtet që ti nuk mund të jesh për krah vetes dhe jo më për krah të dikujt. Po. Unë shkoj aty përpara Zotit edhe tregojmë shumë e sinqert, me thënë të drejtën, përpara tij, duke i thënë çfarë të bëj. Nuk jam në kushtet për ta bërë këtë gjë, për shkak se unë duhet të bëj një X pagesë çdo muaj. Si mund ta bëj unë? Mund të them edhe shifra. Si mund të paguaj unë 60.000 apo 70.000 të reja në muaj duke mos pasur një pagesë? Ku ta gjej unë këtë shumë? Fjala e Zotit më thotë, vetë Zoti besoj që më foli përmes vargut të Biblës, provojeni dhe shihni se sa i mirë është Zoti. Amen. Okej, por si? Në fakt është shumë e vështirë për ne kur shohim që nuk kemi asnjë mbështetje tjetër përveç se Zotin. Në fakt duket shumë e vështirë, me thënë të drejtën. Dhe kjo ishte pikërisht ajo vështirësia, sepse Zoti po më tregonte mua mbështetje tek unë. Okej, ti je bërë mbështetje për dikë tjetër, po për ty jam unë. Okej, nuk është se e mirë prita duke buzëqeshur, isha e trishtuar, me thënë të drejtën, dhe ditën tjetër një nga vajzat e kishës poston një video ku thot po të njëjtin varg. Provojeni dhe shihni se sa i mirë Zoti. Kështu që ky vargu ishte duke më përndjekur, edhe unë shkoj përpara drejtuesve të asaj kompanie dhe them, unë do ta provoj këtë gjë. Dhe për të qenë sinqert, Zoti jo vetëm ka siguruar po të njëjtën shifër të lartë të moderuar që unë kam pasur si pagesë, por ka qenë shumë i hirshëm edhe nga ana ime emocionale. Në të natyrshmen time do të isha shumë e dëshpëruar. Por Zoti bëri që vërtet të shkëlqeja dritën që ai kishte derdhur në mua, lavdin që ai kishte derdhur në mua për të kaluar përmes asaj sfide. Dhe vlen për t'u theksuar, hiri i Zotit mjafton në çdo situatë.
kaq bekim në fakt që ne ngjojmë histori reale, sepse shumë njerëz janë në punë, janë në shkollëra, pra duan një gjë që mund të jetë e prekshme për ta. Unë kam punë, unë kam një rrogë, unë kam një pagesë, për shembull, kam nevojë të di si të funksionojnë në disa momente, siç ti na shpjegove. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që ne me të vërtetë të mësojmë të mbështetemi tek Zoti. Unë kam pasur një moment në jetën time që më mor diçka me padrejtësi, pra një gjë që do të ishte e imja që unë kisha punuar kaq fort për të. Thjesht më mor, edhe mbaj mend isha shumë trishtuar, isha shumë e mërzitur. Thash o Zot, drejtësi për mua këtu. Dhe mbaj mend ula dhe po bisedoja me mamin dhe më tha, gjykimi vonuar nuk është kur gjykimi harruar. Mos e harro këtë. Dhe thash, okej. Isha në një moment pak e shtangur, kisha nevojë në kokën time të rregulloja çdo gjë që sapo kishte ndodhur, isha akoma pak e mërzitur, them të vërtetën. Dhe thjesht thash, unë do ta lej këtë situatë në dorë Zotit. Ai është gjykatësi më perfekt. Nuk ka njeri më të drejtë se ai. Ndonjëherë nuk duket shumë e lehtë, ama në fund të rrugës ka një bekim, ka një hir, dhe kur arrin në fund të rrugës Zoti të mëson shumë gjëra. Pra ke dal më i ndriçuar. Rruga e lehtë të çon, si themi, si kamionçinë e prishur deri diku dhe të prishet gjatë rrugës, ndërsa rruga e drejtë është kaq e hirshme ndonjëherë, duket sikur më e vështirë, duket terren më i vështirë, po është kaq e hirshme, mëson kaq shumë gjatë rrugës, sa ja vlen gjithë ajo kalitje, gjithë ajo stërvitje. Dhe në fund fare, kur vin situata më të vështira, thua unë jam stërvitur diku. I kam vërtuar muskujt e mi. Kështu që mendoj që ne me të vërtetë duhet të mësojmë mbështetemi tek Zoti dhe të kuptojmë që unë kam kuptuar që rruga e drejtë është rruga e lehtë. Nuk e di ti si mendon për këtë gjë. Unë kam kuptuar që rruga e drejtë është rruga e lehtë. Sa herë jam përpjekur ndjes të kaloj në rrugën e lehtë, çdo gjë ka shkuar më keq, më gabim, më rrëmuj. Mendoj që rruga e drejtë është safe. Për këtë arsye, duket sikur është më e lehta. Po. Me thënë të drejtën, nëse ti ose nëse njerëzit rreth e rrotull të shohin, ata kuptojnë që ti po mundohesh, me thënë të drejtën. Por vlen për të ecur në atë rrugë, për shkak se ti po ecën sigurt. Nuk ka pikpyetje në rrugën tënde. Kur ti ecën në drejtësi, nuk ke pikpyetje të ngritura nëse a është kjo është e dur dhe a jam duke vrarë dikë, a jam duke lëndu dikë, çfarë jam duke bërë me jetën time? Gjëra që dikush tjetër i ka në atë rrugën e vet të shkurtër. Shumë e vërtet. Kështu që është shumë e vërtet. Të ecësh me Zotin dhe të ecësh në rrugën e drejtë është fiks të ecësh në praninë të dritës. Dhe drita, kur ti ecë në dritë, nuk ka errësi rreth e rrotull që nuk ndriçohet. Hirim, thot fjala e Zotit, forcohet në dobësi. E kam pas në zemër dhe në mendjen fakt të vargu, ndërkohë që po vija këtu sot dhe thash o Zot, çfarë do të thotë kjo? Sepse kisha në zemër ndërkohë që po mendoja për intervistën dhe thash si ta përkthej këtë tani. Dhe mendoj që Zoti është kaq i mirë dhe i kthen situatat në këtë lloj mënyre që ne me të vërtetë të flasim për gjëra që ja vlen për të diskutuar, për të rinjt sot, për adoleshentat sot, po dhe për të rriturit sot. Unë mendoj që shumë e rëndësishme që ne të flasim gjëra të hapur me njëri tjetrin, edhe të tregojmë të drejtë. Për shembull, kur ne themi ndoshta jemi duke kaluar një periudhë të vështirë, ndoshta jo kanë bërë një gjë të padrejtë, ndoshta ndjeni sikur po eca në këtë rrugën e drejtë, nuk do marr atë që më takon ta marr. Ndihem sikur do më përgjykojnë, ndoshta do më shajnë, ndoshta do thonë gjëra të këqija për mua. Edhe në fakt doja të të pyesja, si ndikon frika, gjykimi, që të tjerët kanë ndaj nesh, po ndonjëherë edhe ndaj të tjerëve, në bërjen e asaj që është e drejtë? Në fakt, ne ecim përmes frikës. Dhe me thënë të drejtën, hera herës, frika, gjykimi, të qenurit vetëm, të bën ty të stepesh disi. Por, nëse u shehesh në mënyrën e duhur, ti kupton shumë shpejt që ti po ecën për diçka më të lartë se kaq. Ti nuk po ecën për standardet e botës. Ti je duke ndërtuar për duke kërkuar mbretërinë e Perëndisë dhe gjithçka
do t'ju jepet, thot Zoti. Kështu që për aq kohë sa ne kemi dashurinë e Zotit në zemër, për aq kohë sa ne tentojmë gjithmonë të bëjmë të drejtën, ne nuk do të turpërohemi, ne do të nderohemi gjithkohës, për shkak se nderi ndaj nesh do të kalojë si lavdi për Zotin. Kështu që kjo gjë nuk duhet të na stepi. A ka momente që ndihemi sikur kemi humbur? Patjetër që po. Dhe aty është fitimi më i madh. A beson se jetesa në drejtësi sjell gjithmonë bekime dhe ndonjëherë kur duket sikur nuk po i sheh në horizont? Absolutisht po. Me thënë të drejtën, unë ndala pak më përpara tek historia ime e para një viti tek pjesa ekonomike. Zoti siguroi më shumë se mjaft për mua. Por nga ana tjetër, unë dola një adela e ndryshuar. Unë kuptova copza të karakterit tim që unë nuk e dija se i kisha. Unë kuptova që jam një person këmbgulës në të ecurit drejt. Unë kuptova që jam një person luftarak. Unë kuptova që jam një person i lutjes. Dhe nga ana tjetër është pikërisht ky shëndrim që unë bëra para një viti, i cili më ka hapur mua shumë dyer sot, shumë dyer të mëdha në sytë e mi, të cilat nuk do t'i kisha të mundura nëse unë nuk do kaloja përmes asaj sfide. Kështu që në moment ajo që unë pash ishte një rënim nga një XG në 0G. Por sot që unë e shoh bekimin e Zotit mbi mua, mund të them që edhe nëse do kaloja prap një vit më përpara, do zgjidhja të ecja po në të njëjtën rrugë, se bekimet janë shumë, por shumë më të mëdha se sfida që ti kalove para. Kur ne ecim në drejtësi, ne i hapim derën Perëndis që na bekoj. Absolutisht po. Ai na bekon, ne kemi lënë një derë të hapur atij që ai të punojë nëpërmjet nesh. Dhe është bekim që ne kemi këtë mundësi, kemi këtë opsion që ne mund të lejmë Perëndisin derë të hapur nëpërmjet drejtësisë tonë. Ai është një gjykatës perfekt. Ai i sheh zemrat tona. Ndonjëherë ne siç theti ne mësojmë gjëra rreth vetes ndërkohë që kalojmë këto kohë. Gjëra që nuk e dim që e kishim. Pse e kisha unë brenda vetes këtë gjë? Pse mund ta bëja unë këtë gjë? Ose ndonjëherë dhe gjëra negative, në sensin që pash një zemrim brenda meje e zëm që nuk duhet të ishte aty. Këtë duhet ta trajnoj. Kjo gjë duhet të iki. Dhe prandaj mendoj që rruga e drejtë jo gjithmonë është më e lehta, ama është ajo me më shumë përfitime e më. Ti mëson, ti rritesh, ti kupton, dhe kur duket sikur gjërat janë totalisht errësirë, nuk ka dritë në fund të tunelit tënd, Perëndia bën që ai tuneli jot në fund të jetë jo një dritë, po ti të ndriçosh në vendin ku je, në komunitetin ku je, në punën ku je. Nuk është gjithmonë bukur të jesh dritë në errësirë, ndonjëherë nuk është gjithmonë kollaj. Njerëzit e tjerë nuk do të kenë gjithmonë qef, nuk do të duan gjithmonë, ndonjëherë do të gjykojnë, po kjo që e mendon veten në këtë farë lloj mënyre ose që e sheh veten kështu, ndonjëherë do të sulën kundër teje për qëllime të këqija, ama ne e dim që i shërojmë Zotit besnik që na mbron dhe na do gjithmonë. Në fakt, një nga gjërat që më ka prekur së fundmi, ka qenë diçka e thënë nga një personazh, unë nuk dua të jem nice, unë dua të jem i drejtë. Kështu që nuk është e rëndësishme se sa dukesh ti në sytë e botës. Nuk është e rëndësishme se sa i pranueshëm je ti në sytë e botës. Për aq kohë sa ti po ecën në drejtësi, për aq kohë sa ti po bën atë që çon zemrën tënde në paqe, go on, vazhdo kështu. A ke një person në Bibël që kur ti mendon për drejtsinë e Perëndis të shkon mendja tek ai person ose tek ajo libër dhe thua, ndjes tek ai libër dhe thua, ky është personi që unë dua të jem ndërkohë që kaloj një periudhë vështirë, dua të jem si ky person. Dua të lexoj këtë libër tani që të motivohem për këtë rrugë që kam përpara, për shembull. Në fakt do ndalesha tek Danieli, është fiksa i karakteri i perëndishëm, do thoja, që më pëlqen të ndalem shpesh herë në atë libër në Bibël, për shkak se ecja e tij dëshmon për drejtsinë e Perëndis, për shkak se sado sulmi i tij i madh, qoftë edhe nëse përfundon në gropën e luanëve, Zoti ka për t'ia mbyllur gojën luanëve dhe ty nuk ka për të gjetur asnjë gjë. Edhe nëse ti do hidhesh tek furra e zjarrit, ti ke për të dalë prej aty duke mos mbajtur as aromë tymi. Kështu që më pëlqen ta lexoj Danielin për shkak se
gjëja e cila cilësohet më shumë më është pikërisht drejtësia dhe këmbgulja në drejtësi. Është shumë e rëndësishme që ne të këmbgulim në drejtësi, sepse Zoti bekon këmbguljen e të drejtit, edhe pse nuk duket në të natyrshmen. Ai nuk ndalet se e bekuari atë. Në fakt dua të jap rëndësi kësaj pike, sepse për Danielin nuk duk sikur ishte në një pozicion shumë të mirë, siç theti çdo gjë shkoi në zero. Në një moment ai ishte në grupin e luanëve, që ti nuk del gjallë nga atje, jo më të dalësh një copëz e jotja. Vështirë të gjendesh. Është vështirë. Dhe ai shkoi nga një pozicion shumë i mirë në zero, në grupin e luanëve. Dhe Perëndia e nxori nga atje, e nxori nga ajo errësirë dhe e bëri atë më lart se ai ç'kishte qenë. Pra e ngriti atë më lart se ai ishte në fillim. E vërtet. Dhe shohim këtë situatë dhe mendoj që dy të inkurajojmë dhe mendoj që Danieli është një shembull perfekt për këtë rast. Ti inkurajojmë që të ecim edhe në drejtësi. Amen. Dhe Danieli u njoh për vendimet që ai mori. Pra ne sot të kësaj dite flasim për drejtësinë e tij, se si ai mori vendim të drejtë dhe njerëzit që ne kemi pra vërdall nesh, përreth nesh, ata shohin mënyrën se si ti menaxhon situata. Ata shohin mënyrën se si ti sillesh situata të caktuara. Ti ndikon ata për mirë, ti tregon Krishtin. Ndonjëherë ata nuk e vetmi Krisht që ata do të dëgjojnë ndonjëherë është si ti sillesh. Sjellja jote. Po, veprimi që ti bën dhe ne ndikojmë të tjerët mënyrën se si sillemi. Kjo vajza e mbajti, qëndroi drejt dhe kur nuk kishte kollaj. Çka ka ajo që se kam unë? Nuk kam Jezusin. Ne kështu mund të influencojmë të tjerët me sjelljen tonë edhe me të qëndruarin tonë fort atë kur ne duhet. Pra kur dhe ne na duhet. Një nga gjërat që kam pasur në zemër, për sa i përket drejtësisë, kur unë mësova temën, një nga gjërat që kam pasur në zemër ka shumë fakti që a është e rëndësishme të jemi të drejtë, patjetër që po. Por për mendimin tim, më e rëndësishme e më është edhe shëndrimi i zemrës. Në fakt mund të shohim edhe të drejtë në botë deri diku. Ka persona që ecin në drejtësi, a kanë çdime patjetër që po, por tentojnë të ecin në drejtësi. Por ti sheh nga ana tjetër që ata kanë arrogancë ndoshta, ata kanë ironi ndoshta, kanë qëndrimin e zemrës jo të duhurin. Kështu që e rëndësishme për ne nuk është vetëm të bëjmë atë që është okay në sytë e Zotit, po mënyra se si ne e bëjmë atë të jetë e perëndishme po ashtu. Sepse qëndrimi i zemrës është vërtet shumë i rëndësishëm, më i rëndësishëm ndoshta se vetë fakti që ti po ecën në drejtësi. Ka shumë njerëz që bëjnë uf e puf sa herë që vjen unë po ndjek të rrugë, po uf se s'ka për dal më asnjë vend ose ankesa, ankime. Pastor gjithmonë na mëson ne në kishë ankimet janë të gabuar. Dhe isha një moment me të në makinë dhe tha jam lodhur shumë sot, pastaj kapi veten dhe tha jo nuk do ankohem. Sepse edhe them vërtetën tha një gjë shumë normale, jam lodhur shumë sot, domethënë është një gjë shumë natyrore, njerëzit lodhen, ne lodhemi. Dhe them vërtetën e pash një moment dhe thash, wow, e kontrolloj veten që të mos nxirrte asnjë fjalë tjetër ankesë nga goja, për shembull. Dhe kjo më bën shumë përshtypje dhe këtë jam përpjekur shumë ta vej në jetën time në mënyrën se si unë sillem, flas me njerëzit dhe se çfarë shpall. Kur ne ecim në drejtësi, të ecim me kokën përpara, me kokën drejt, pra unë po bëj gjën e duhur, po bëj vendimin e duhur, kam Zotin nga mbrapa dhe të kemi një good attitude. Është shumë e vërtet. Dhe po ashtu të kemi përullësinë që Zoti don që ne të kemi. Të ecim në përullësi po ashtu. Drejtësia jon të shoqërohet gjithmonë me përullësi, gjithmonë me shëndrimin e mirë të zemrës. Si mund të dallojmë midis asaj që duket e drejtë dhe asaj që është e vërtetë, me anë të standardeve të Zotit? Në fakt, një prej mënyrave është duke shkuar tek Bibla. A shëndron kjo vërtet po ashtu në Bibël? A shëndron kjo e drejt po ashtu në fjalën e Zotit? Dhe ai ka për të treguar nëse po ose jo, se ne dimë që fjala e Zotit është e gjallë dhe ajo flet, ajo të ndryshon dhe ajo formon karakterin tënd. Nuk shëndron në fakt për mua nuk shëndron problemi tek të kuptuarit, a është e vërtet apo është jo okay, a është e gabuar apo është e drejt. Më shumë e më është bindja.
Ne në fakt kemi probleme me bindjen, nuk kemi probleme me kuptimin. Ne dim që në ditët e sotme kemi fëmijë shumë të zgjuar po ashtu, që mund të kalojnë pritshmëritë e tua në lidhje me gjëra të caktuara, vendime të caktuara apo fusha të caktuara. Por aty ku ne ç'dojmë është a bindemi ne për të ecur në drejtsinë e Zotit. Nuk është fakti a e kuptojmë dot, sepse nëse ti nuk e kupton, shko në lutje dhe ai do të flasë. Nëse ti nuk e kupton, shko lexo Biblën dhe ai do të flasë po ashtu. Nëse ti nuk e kupton, shko medito mbi fjalën e tij dhe ai do të ta tregojë se cila është e drejta. Ne çalojmë tek bindja. Kështu që e vetmja mënyrë se si ne ta kuptojmë nëse është e drejtë apo jo, është përmes fjalës së Zotit, qëndrimit të zemrës, domethënë është zemra jonë në paqe, pasi marrim një vendim të saktuar, a jemi të konfuz, a ndihemi në faj pasi bëjmë një gjë të saktuar, kjo të tregon ty nëse është një drejtë e vërtet apo është një drejtë rren. Shumë njerëz kompromentojnë pra me vendimet e tyre dhe unë e di që duhet të zgjedh rrugën e drejtë, ama shoqëria ime anon më shumë nga rruga e lehtë, ose njerëzit që unë kam në punë anojnë nuk dua të marr vendime që të tjerë do më gjykojnë. Dhe duke menduar këtë, duke pasur këtë gjë në mendje, ata kompromentojnë. Pra e din cila është rruga e vërtet, ama thon jo sepse kam frikë, kam hall, do më gjykojnë, do më flasin keq. Çfarë mund ta thuash ti për kompromentimin? Dhe si ndikon ai në vendimet që ne bëjmë në jetën tonë? Dhe në fakt, a ka rehati, lumturi, qetësi dhe paqe kur ne kompromentojmë dhe nuk zgjedhim rrugën e drejtë? Çdo gjë nis nga prioriteti. Çfarë ti ke prioritet? Çfarë ke vendosur prioritet në jetën tënde? Të ecësh në dashurinë e Zotit apo të ecësh në të mirat materiale të botës? Patjetër që do zgjedhësh o njërin o tjetrën, dhe secila nga këto patjetër që do ndikojë tek njëra tjetra. Që do të thotë, nëse ti ecën në dashuri dhe ecën në drejtësi, do humbësh disa të mira materiale që do të vinë të shpejta, se patjetër që do t'i rifitosh ato shumë fish, por në një moment të dytë, në kohën e duhur të Zotit. Kështu që e rëndësishme është të qëndrojmë të fortë në atë që Zoti na flet, të qëndrojmë të fortë në drejtimin që Zoti ka për ne, duke mos bërë asnjë lloj kompromisi, sepse kështu ne mund të humbasim marrëdhënien me të, kështu ne mund të humbasim identitetin ton, kështu ne mund të humbasim atë sjelljen e perëndishme, dhe bashkë me këto ty të vjen mungesa e paqes, mbështjellimi dhe ti nuk je më ti nuk din ku je, ti nuk e din kush je. Vjen ajo pyetja, çfarë po bëj unë? Është fiks të shëndrosh më fal mes dy rrugëve dhe ti të mos drejtohesh në asnjërin prej tyre. Të mos dish ku të shkosh, por ti në të vërtetë ti po humb. Duhet me patjetër me u profilizu diku dhe të qëndrosh i fortë aty. Në të kundërt je duke ecur kuturu. Si mund ta inkurajojmë brezin e ri që të qëndrojë tek e drejta dhe tek e vërteta, dhe kur rruga e lehtë ndonjëherë duket më trendi? Me thënë të drejtën, ja u qaj hallin. Them kështu për shkak se vërtet, po t'i shohësh kanë sfida vërtet më dha, sfida të cilat edhe nuk janë parë më përpara të paktën në moshën e tyre. Por e vetmja gjë që unë i ftoj është të jenë dritë, jo të jenë kopje e njëri tjetrit, të synojnë për një qëllim më të lartë, jo për qëllimet bazike që edhe ata veti ka lodhur tashmë, ai qëllim bazik që kanë si prioritet për momentin, dhe nga ana tjetër të lejojnë të thyhet çfarë do lloj modeli i kaluar. Fjala e Zotit thotë që mos lejo të të shpërfillin moshën tënde të re, por je shembull në falje, në sjellje, në çfarë do lloj sjellje të perëndishme që Zoti ka për ty. Kështu që le të vendosim të jemi dritë, sa do e vështirë të duket, sa do trendi të duket, çdo gjë është momentale. Vjen një ditë që lodhesh nga jeta aty. Shumë e vërtet në fakt. Le të ndërtojmë për një qëllim më të lartë dhe ta mendojmë pak ndryshe, ta mendojmë jetën tonë si një zinxhir. E din, zinxhiri vjen hallk pas hallke. Dhe ne nuk jetojmë vetëm për ne jetojmë për të nesërmen tonë, që do të thotë për fëmijët ta nesër dhe për pasardhësit ta nesër. Ne kemi në dorë ose ta vazhdojmë këtë zinxhirin, ose të këpusim hallkën. Dhe çdo bekim shkëputet aty. Kështu që le të mendojmë këtu e 10 vite para, jo vetëm për sot. Është shumë e thjeshtë të ecim vetëm për sot, por është shumë e rëndësishme të jemi përgjegjës edhe për pasardhësit tanë, sepse bekimet që ti po shkëput sot,
kufizojnë të nesërmen e pasardhësve të tu. E kam pasur në zemër këtë gjë ditët e fundit, them të vërtetën, edhe dhe tani që ne po flasim bashkë, që Zoti nuk të le pas dore. Pra gjithmonë në fund të asaj rrugës të drejtë, që ndonjëherë duket e mundimshme për të marrë, ka gjithmonë bekime për ty. Dhe në fund ti kupton që je rritur, je zhvilluar, ke marrë mësime shumë të rëndësishme, dhe ajo rruga e lehtë që dukej më e kollajta, më e mira, në fakt të çon thua, o Zot, pse ju futa kësaj rruge sepse asnjë gjë nuk nxora. Dhe ajo rruga e drejtë, jo vetëm që ban kokën lart ndërkohë që ecën në rrugë të drejtë, ke paqe, ke lumturi, por dhe Zoti të nderon edhe të ndihmon në fund të ditës. Dhe siç thash para, një gjykim i vonuar nuk është kurrë një gjykim i harruar. Unë kur e dëgjova këtë gjë ishte bekim për jetën time dhe besoj shumë dhe shpresoj që të jetë bekim dhe për jetën tuaj. Faleminderit që ishe me mua në studio sot, e vlerësoj shumë, gëzohem shumë që të kisha këtu. Faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi. Shpresoj që të keni një javë sa më të mirë, një javë të bekuar, do ju mbajmë në lutje si gjithmonë, mos harroni që Zoti është kaq besnik edhe kaq i mirë. Ndonjëherë gjërat nuk janë gjithmonë lehtë, ama me të gjërat mund të jenë lehtë. Edhe me të ne kemi bekime përpara, ai ka bekime për secilin për jush, kështu që uroj që të keni një javë sa më të mirë dhe bashkë të shihemi radhës tjetër.